Pazar su identitetот. Pazar su нашето достоинство во замена за било какви лични или политички придобивки, какви што имало во нашата понова историја, никогаш нема да правам. Secili që më njeh mirë është I bindur se pavarësisht boshllëqeve dhe sjelljeve jo shtetformuese në establishmentin ton politik, e di shumë mirë se pazar me identitetin, pazar me dignitetin ton në këmbim të çfarëdo përfitimi personal apo politik, siç ka pasur në historinë tonë më të re, kur nuk do të bëj. As që më ka shkuar në tërmend një gjë e tillë. Ky qëndrimi im u pengon disa njerëzve, por edhe ata e dinë se nderi nuk ka çmim dhe se kur nuk do t'i shkaktoj çfarëdo dëmi atë dheut ton të përbashkët. E kuptoj gjithashtu se Evropa sot po përballet sërish me sfida, luftra, përçarje, radikalizëm, pasiguri ekonomike dhe krizë besimi. Në një kohë ku sërish dëgjohet gjuha e urrëqjes, detyra jonë është të jemi zëri I arsyes stabilitetit dhe unitetit. Duhet të bisedojmë dhe të përpiqemi sepse vetëm kështu mund të arrijmë deri te zgjidhjet, por jo zgjidhje që do t'u lënë barë të rënd pasardhësve tanë, por zgjidhje të qëndrueshme me të cilat do të mund të ecim përpara.